Ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Albana Koqiu inspektoi një nga qendrat shëndetësore verore, duke u ndalur tek roli i tyre. Ajo theksoi se këto struktura ofrojnë ndihmë për rastet urgjente jo vetëm për pushuesit, por dhe kujdes të shtuar për banorët me komplikacione të sëmundjeve kronike. Ne kemi 36 qendra shëndetësore në të gjithë vendin, qendra shëndetësore verore, prej të cilave 20 kanë dhe postacion autoambulance. Duhen thënë që ka pajisje të reja që e bëjnë edhe shërbimin edhe u lehtësojnë akoma më shumë profesionistë që punojnë këtu, por ndërkohë edhe përmirësojnë shërbimin që ofrohet. Pajisja e monitorimit, që bëhet kërkesisht për ato pacientë që kanë problematika të tipit të angina ose edhe më të rëndë që është infarkti akut i miokardit. E kjo është përdorimi rutin i pacientëve që ankohen për shqetësime respiratore, por edhe të zemrës. Është kabineti i medikamenteve, është pajisur me gjitha medikamentet që nga ato antihipertensiv, antiemetik, problematika të tjera që mund të jenë të tipit hipoglicemie, perfuzionet janë në ACL, ringer për ato pacientë që mund të kenë dhe djegje, por edhe glukosat e pacientë që mund të vuajnë nga diabeti, pra kanë hipoglicemia, pa ata që kanë tepruar pak me alkoolin, i bëjmë perfuzione me glukosë. Patjetër që ne jemi këtu për të ofruar ndihmën e parë në raste urgjence dhe emergjence dhe që të suportojmë edhe ato momentet kritike ku do duhet që për shkak të një patologjie të caktuar ne të jemi në dispozicion. Mëtej në fjalën e saj, numri 1 i sektorit të shëndetësisë nënvizoi se qendrat shëndetësore verore janë të pajisura me pajisje shpëtuese të domosdoshme që u lehtësojnë punën profesionistëve dhe e përmirësojnë cilësinë e shërbimit. Në të 36 qendrat shëndetësore verore ofrohet shërbim pa ndërprerje dhe do të jenë të hapura deri me datën 30 shtator për të garantuar një sezon turistik të sigurt e të shëndetshëm si për pushuesit vendas, ashtu edhe ata të huaj që vizitojnë Shqipërinë.